Lavdëroni Zotin, se është I mirë, Alleluja. Fatkeqësisht, të gjithë kemi dëgjuar dhe kemi parë çfarë po ndodh sot në lindjen e mesme, dhe veçarisht ndërmjet Izraelit dhe Iranit, por jo vetëm, aty është futur Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe siç po shikojmë, po përshkallëzohet I gjithë ky konflikt që nuk më mbetet vetëm lokal, po bëhet ndërkombëtar, madje rrezikon të bëhet botëror. Dhe nuk është konspiracion, është një realitet që kush ka sy për të parë dhe vesh për dëgjuar, rrezikojmë dhe mund të themi se kemi hyrë në një luftë të re botërore, ose si quhet lufta e tretë botërore. Prandaj dhe nuk mund të jemi indiferent dhe mos bëjmë sikur nuk shikojmë dhe nuk dëgjojmë, por patjetër që ne si të krishterë, edhe pse nuk duhet të bijem në ankth, në frikë, në depresion, në dëshpërim, sepse jeta jo nuk varet nga faktorët njerëzor ose natyror, por varet nga Zoti, prap neve duhet të dimë si ta përballojmë luftën dhe të mësojmë veten dhe të tjerët. Dhe të përfitojmë edhe nga kjo situatë, pavarësisht se është një situatë tragjike që po merr jetë njerëzish dhe po shkatron qytetrime. Por le të flasim shkallë në lidhje me luftën, çfarë është ajo, pse shkaktohet ajo dhe si mund të shmanget ajo. E para, lufta është ferri mbi tokë, ku njerëzia shtazohet duke viktimizuar veten me shumë viktima dhe shkakton gjithçka të keqe dhe shkatron çfarëdo që I del përpara, qytetrimin e tij, sa e transformon tokën në luginën e hijes dhe të vdekjes. Luftat për politologët, ekonomistët, sociologët, historianët edhe fetarët vijnë zakonisht nga probleme gjeopolitike për territore, tregje, hegemoni që përkthehet në lakmin e më të fortit. Lakmia, që është një sëmundje e trashëguar e njerëzimit, sjell një reakcion zinxhir, armiqësor, si te individi, ashtu edhe brenda një familje, një shoqërie, por edhe në gjithë shoqërinë njerëzore dhe degeneron në armiqësi, në kundërshti, në përballje dhe në luftë. Madje në një luftë njerëzore dhe duke sjellë shpejt vdekjen që korr shpirtra dhe jetë njerëzish, pa llogaritur moshën e tyre, statusin e tyre. Prandaj edhe apostulli Jakovi na tregon shkakun e luftrave dhe të kësaj lufte konkretisht. Shikoni çfarë thot ai në letrën e tij. Pastaj lakmia, mbasi mbarset, pjell mëkatin, dhe mëkati si të kryet ngjiz vdekje. Apostulli me këto fjalë na zbulon shumë qartë dhe shkurt trinomin e luftës, që është lakmia, mëkati dhe vdekja. Lakmi që do të thotë dëshira e madhe dhe e pangopur për të pasur vetë diçka, a dikë, edhe me një synim të padrejtë dhe për të pasur diçka me çdo mënyrë, si nëpërmjet shqisave. Kjo lakmi pastaj ngjizet në psiqikën tonë dhe pastaj kur ajo pranohet, inkubohet dhe bëhet dëshirë e papërmbajtshme dhe pastaj fillon të shfaq veten e saj në forma ndryshme me mëkate personale dhe kolektive. Mëkati literalisht do të thotë të mos qëllosh në shenjë, të dështosh në çfarë dhe duhet të bësh dhe që të arrish për atje ku duhet shkosh, dhe qëllimi I racës njerëzore u krijuar që ai të shkojë tek Perëndia. Mëkati është devijimi nga kjo rrugë, për të shkruar një rrugë tjetër që e nxit lakmia.
Njeriu sipas Biblës u krijua sipas ikonës Perëndis dhe ka një destinacion të arrijë në ngjashmëri me Zotin. Por kur njeriu mëkaton, ai e humbet të qëllim dhe destinacion, pra tham që devion, njeriu rebelohet ligjit të Perëndis, bashkohet me djallin, njerëvrasin që nga fillimi, dhe pastaj i hyshtur nga demonët që posedojnë psiqikën e tij, energjitë e tij mendore, shpirtërore dhe gjymtyrët e tij, dhe kështu njeriu i përshtatet mëkatit. Dhe ndryshe nga një qenie që u krijua të komunikojë me Zotin dhe të ketë shoqëri me njëri tjetrin, njeriu e shikon jo vetëm Zotin si shkaktar të keqes, por shikon dhe tjetrin si shkaktar dhe arrin deri aty sa i verbuar e vret tjetrin, duke vrarë veten, sepse çdo njeri prej nesh është vetja jon. Njeriu nga mëkati i tij dhe nëpërmjet mëkateve të tij sjell vetveten dhe tërë krijimin në sundimin e të ligut dhe të vdekjes dhe bën botën një varrez kozmike. Vdekja është rezultati i mëkatit dhe vdekja është historia përfundimtare e djallit që si tham cilësohet nga Krishti vrasës që nga fillimi. Ajo, vdekja, është rezultati i aktivitetit shkatrimtar. Njeriu pëson në fillim vdekje shpirtërore dhe pastaj atë trupore. Dhe siç na thot dhe apostulli Pavli, dhe vdekja ushtrit të gjithë njerëzit sepse të gjithë mëkatuan. Mëkati që vjen nga lakmia është një energji e akumuluar demoniake që erëson, si tham, psiqikën dhe kthen njeriu në instinktin shtazor të ligjit të xhunglës, ku peshku i madh ha të voglin. Nëse mëkati nuk falet apo shlyhet, mëkati shton akoma më shumë mëkat në mënyrë progresive dhe qenia njerëzore si një qenie psikosomatike, shpirt, trup, automatikisht mbarset me këto energji negative që shtohen, tham, tek ai dhe do të sjell patjetër konflikt të pashmangshëm si brenda vetes tij dhe me të tjerët që ka afër dhe kështu pasaj në mënyrë progresive kjo përkthehet edhe në konflikte individuale, shoqërore dhe botërore. Pra, njeriu nëpërmjet mëkatit hyn në luftë me Perëndin, hyn në luftë me veten, hyn në luftë me tjetrin, hyn në luftë me natyrën. Dhe kështu njeriu kthehet në vrasës të jetës dhe fillon atë luftën vrasëse, që u duk që tek fëmijët e parë të Adamit, ku Kaini nga zilia dhe lakmia vrau vëllain e tij Abel. Zoti i tha Kainit, i cili ishte i pezmatuar nga lakmia, pse Perëndia pranoi ofertën e Abelit dhe jo të Kainit. Shikoni çfarë i tha Zoti. Kain, pse i pezmatuar dhe pse fytyra jote është e dëshpëruar? Në rast se bën mirë, a nuk do të pranohesh? Por në qoftë se bën keq, mëkati po të ruan te porta dhe dëshirat ti drejtohen ndaj teje, por ti duhet ta sundosh. Dhe Kaini i foli me vëllan Abelin kur u gjendën në fush, Kaini u ngrit kundër vëllait të tij Abel dhe e vrau. Pra, historia e zanafillës njerëzore na tregon se Kaini nga cmira, nga zilia, nga lakmia, u mbush me të keqen kundër vllai vet. Zoti e paralajmëroi dhe ai kishte aftësi për ta kundërshtuar të keqen, por Kaini nuk e kundërshtoi, e pranoi, e kultivoi këtë të keqe dhe e përmbushi të keqen duke vrarë vllain e vet. I pari që mori jetën e njeriu. Kështu që Kaini është i pari dhe ai që përfaqëson të gjithë ata që nga lakmia dhe zilia mbushen me çmir dhe me armiqësi dhe vrasin të afërmit të tyre. Dhe sot, të çdo herë që njerëzit vrasin njëri tjetrin, janë Kainët që vrasin Abelin. Vllai lakmiqar dhe ziliqar vret vllain tjetër të urtë. Prandaj, fatkesisht, që nga zanafilla njerëzore mbas mëkatit, luftrat janë të pashmangshme
sepse njerëzimi vuan nga smundja e lakmis, dhe lakmia sjell mëkatin dhe mëkati sjell vdekjen. Ashtu si përsëri apostulli Jakovi na thot: nga vijnë luftrat dhe grindjet tek ju, a nuk vijnë nga pasionet që luftojnë në gjymtyrët tuaj? Ju lakmoni dhe nuk keni, ju vrisni dhe keni smir, dhe nuk fitoni gjë, ju ziheni dhe luftoni. Por, del një pyetje: a ka mundësi për t'i shpëtuar luftës dhe vdekjes? Nga ana njerëzore jo, sepse mëkati lahet me gjak, sepse te gjaku është jeta e njeriut, na thuhet tek libri i Levitikut. Këtu nuk bëhet fjalë për gjakun e kafshëve që nuk mëkatuan, por duhet gjak njeriu i cili është përgjegjës për mëkatin. Njerëzit duhet paguhen me gjakun e tyre për mëkatet e tyre, prandaj vijnë luftrat e përgjakshme si një pagesë për mëkatet e akumuluara mishore, që janë kurrëshkelja, kurvëria, dyrësia, shturja, illujtaria, magjia, armiqësimi, grindjet, xhelozit, mërit, zënkat, përçarjet, tarafet, çmira, vrasjet, të deurit, grykësia dhe gjëra të ngjashme me këto, i cilëson apostol Pavli letra drejtuar Galatëve, që i quan punët e mishit. Fjala punët e mishit do të thotë punët e natyrës së rënë. Kjo pagesë me luftë nuk është përsëri zgjidhja e problemit. Domethënë, e shpagimit të mëkatit me gjak, sepse vërtet një brez paguan mëkatet e tij me gjakun e derdhur nëpër luftra, por përsëri mëkati nuk zhduket prej tyre, sepse gjaku mëkatar nuk lan mëkatet e njerëzve mëkatar. Prandaj, edhe pas vdekjes trupore që ndodh nëpër luftra, shpirtrat e njerëzve që vdesin në luftë dhe që janë në armiqësi me Zotin dhe me njëri tjetrin për shkak të mëkatit, ata mbeten në këtë armiqësi të përjetshme në ferr. Dhe kjo quhet vdekja e dytë. Jo vetëm shpirtrat e të vdekurve nuk pushojnë nga lufta edhe kur shkojnë në atë botë, por edhe të gjallët që mbeten mbi dhe bashkë me fëmijët e tyre përsëri nuk mund t'i shmangen luftrave që vinë, sepse njeriu trashëgon mëkatin, atë prindëror dhe pastaj dhe mëkatet personale, vjen në një botë të kontaminuar me mëkat, kështu përsëri mëkati që është me tepri vazhdon të zhvillohet dhe vazhdon ajo kurba ose lëvizja spirale që nga lufta shkojmë në luftë, se nga mëkati shkojmë në mëkat. Prandaj edhe e keqja nuk largohet nga njerëzimit dhe lufta që është ferri mbi tokë kur nuk ka pëshuar, edhe pse njerëzimi ka zhvilluar inteligjencën e tij, dijen e tij, qytetrimin e tij, përsëri njeriu është armiqësor dhe i shtazuar, siç njeriu primitiv. Zgjidhja përfundimtare për të shpëtuar luftës si ndëshkim e dha Perëndia, që nuk e do vdekjen e mëkatarit, po do të kthehet të mbetet e të jetë gjallë. Perëndia është dashuri, por dhe i drejtë, ashtu si na e tregon vetë emri i tij që i shfaqet Mojsiut në malet Sinai. Kur Mojsiu kërkoi të shikonte pamjen e Zotit, atëre Zoti zbriti në re dhe u ndal aty pranë tij dhe i shpalli emrin e Zotit. Na thuhet tek Eksodi. Dhe Zoti kaloi pranë tij dhe i thiri: Zoti, Perëndia i përjetshëm, i mëshirshëm, i dhëmshur, i ngadalshëm në zemërim, i pasur në mirësi dhe në besnikëri, që përdor mëshirën për mira njerëz, që fal padrejtsinë, shkeljen dhe mëkatin, por nuk e lë pa ndëshkuar fajtorin, dhe që viziton padrejtsinë e etërve mbi bijtë dhe bijtë e bijve deri në brezin e tretë dhe të katërt. Këtë përmbushje të dashurisë dhe drejtësisë, që duket e pamundur nga ana njerëzore, përsëri mund ta zgjidhte vetë dashuria e Perëndisë, sepse Perëndia i deshi botën sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë përjetshme, sepse Perëndia nuk e dërgoi të birin e tij në botë që ta dënoi botën, por bota të shpëtohet prej tij. Kështu mëkati njerëzor lahet vetëm me gjakun e të pafajshëm të Krishtit, të qingjit Perëndis që shtyen mëkatet e botës.
Vetëm Krishti është i aftë të shlyejë mëkatet e njerëzve dhe t'i shpëtojë, sepse ai ishte i pamëkatshëm vetë, si fjala dhe biri i Perëndis që u bë bi njeriu prej Shpirtit Shenjtë dhe vëgjeshës, siç e themi në simbolin e besimit. Krishti pagoi për gjithë mëkatet e njerëzve me gjakun e tij në Golgotha. Shikoni çfarë thot ungjillori Joan: "Dhe ju e dini se ai u shfaq për të hequr mëkatet tona, dhe në të nuk ka mëkat." Kështu ai, duke shpenguar mëkatin, ja heq të drejta djallit dhe na pajton me Perëndin me njëri tjetrin, dhe kështu luftrat pushojnë, ashtu si është profetizuar për kohën mesianike. Ai bën që të pushojnë luftrat deri në skajet e tokës. Ai prish harqet dhe thyen shtizat dhe djeg qerret me zjarr. E kemi tek Psalmi 46. Krishti pra erdhi në botë dhe ai shlyen mëkatet tona me gjakun e flimit në kryq, thot apostulli Pavli tek Hebrejt, dhe ne jemi shpenguar nga mëkatet me një çmim të paçmuar, duke ditur se jo me anë të gjëra që prishen si argjendi ose ari, jemi shpenguar nga mënyra e kot e të jetuarit trashëguar nga etrit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit si qingjit patmet dhe të panjoll, të paranjohur përpara krijimit të botës, por të shfaqur në kohët e fundit në ju. Na thot apostull Petro në letrën e tij. Pse përsëri dhe sot ka luftra në botë, madje edhe mes të krishterëve, si shikojmë edhe ndërmjet ukrainsëve dhe rusëve që kemi në Europë. E para, jo të gjithë njerëzit janë të falur në mëkatet e tyre, sepse jo të gjithë fatkeqësisht e pranojnë Krishtin si shpëtimtarin e tyre. Pra, jo një fe e trashëguar në mënyrë tradicionale, sepse feja nuk trashëgohet siç trashëgohet gjaku ose komsia, po feja zgjidhet. Prandaj, vetëm ata që e pranojnë Zotin Jezu Krishtin si shpëtimtarin e tyre dhe bashkohen me të në misteret e kishës, siç është misteri i pagëzimit, i mirësjes, i kungatës hynore, ose me anë pendim rrëfimit, atyre ju falen mëkatet, dhe vetëm ata shlirohen nga bara e mëkatit. Të tjerët, edhe pse mund vinë në një familje të krishterë ose në një shoqëri, qytetërim të krishterë, por nuk janë bashkuar mistikisht me Krishtin, sipas kishës, atëherë ata janë në mëkatet e tyre. Shikoni çfarë na thuhet nga fjalët e Krishtit tek Ungjilli sipas Joanit. Ai që beson në të nuk dënohet, por ai që nuk beson tashmë është dënuar sepse nuk ka besuar në emrin e Birit të vetëm lindur të Perëndis. Nuk mjafton vetëm një besim intelektual, duhet një bashkim mistik me Krishtin, që siç e thash, është nëpërmjet mistereve të kishës. Arsye tjetër e luftës mes të krishterëve është se ata bëjnë mëkate që meritojnë dëshkim, madje edhe dënim, edhe më të madh se ata që nuk i besojnë Krishtit, dhe pavarësisht se e njohin atë Krishtin si princin e paqes. Sot, në vende me traditë krishterë përgëllon mëkati dhe gjendja e tyre shpirtërore dhe morale është si kur ndonjëherë e degeneruar, ashtu si apostulli Pavli profetizon. Dhe dije këtë, se në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë egoist, lakmus parash, burravec, krenar, blasfemus, të pabindur ndaj prindërve, mos mirënjohës, të paull, të padhëmshur, të papajtueshëm, shpifës, të papërmbajtur, mizor, që se duan të mirën, tradhtar, kokëshkret, fodull, dëfrimdashës më fort se perëndidashës, të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj, dhe nga këta largohu. Jo vetëm deri këtu, por njerëzit në vende me traditë krishterë po i largojnë mësimit të Krishtit dhe po shkojnë në fe okulte, magjira, astrologji, yoga, herezi që janë mësime demonësh, ashtu si paremëron dhe apostull Pavli. Dhe fryma thot shkoqur se në kohët e fundit disa do të mohojnë besimin, duke vënë veshin frymërave gënjeshtare dhe doktrinave demonëve, që flasin gënjeshtra me hipokrizi, të damkosur në dërgjegjen e tyre, të cilët do ndalojnë martesën. Sot, në vende me traditë krishterë po nxjerrin ligje që po shpërbëjnë familjen e krishterë, një burr, një grua të bekuar në kish, për shekujsh, dhe po legalizojnë bashkëtesa pakuror, bashkëtesën homoseksuale, madje po heqin dhe emrin dhe rolin e prindit baba dhe nën,
në prindin 1 dhe 2, po legalizojnë adoptimin e fëmijëve nga këto bashkëjetesa perverse. Kjo kohë që quhet New Age ose koha e re, është si koha e Lotit, ku njerëzit e Sodomës dhe Gomorës legalizuan homoseksualitetin dhe u ndëshkuan me zjarr dhe squfur nga qielli si ndëshkim shembullor për brezat. Ashtu si edhe Krishti, Zoti ynë profetizoi. Po kështu ndodhi në kohën e Lotit. Njerëzit hanin dhe pinin, blinin, shitnin dhe ndërtonin. Po ditën kur Loti doli nga Sodoma, ra shizgjari e squfuri nga qielli dhe i zhduku të gjithë. Kështu do të jetë edhe atë ditë kur bi njeriu do të shfaqet. Prandaj, sipas ligjeve shpirtërore, lufta është e pashmangshme dhe në vende me traditë krishtere, ashtu si janë bërë dhe këto dy luftra dyta botërore, para dhe dyta, dhe tani kemi hyrë në luftën e tretë botërore, që nuk është thjesht në lindjen e mesme, po është dhe në Evropë dhe do përshkatëzohet dhe do kaploj gjithë botën dhe shumë shtete. Por ne të krishterët kemi përgjegjësi, sepse ne të krishterët jemi kripa e botës, jemi drita e njerëzimit. Por në qoftë se ne të krishterët mëkatojmë, këtë e bëjmë me ndërgjegje dhe jo nga padia. Prandaj të krishterët mbajnë përgjegjësinë e parë. Flasim për të krishterët hipokrit. Vetë Zoti e tha: shërbëtori që e dinte vullnetin e zotërisë së tij e nuk u bë gati dhe nuk e kreu vullnetin e tij, do të rrihet shumë. Kur njerëzit, madje të krishterët, janë brenda në luftë me tmerret që lufta përcjell, fillojnë kërkojnë Krishtin që të ndërhyjë në favor të paqes, por ai u përgjigjet: "Përse më thirrsni Zot, Zot, e nuk bëni ato që ju them? Unë s'kam njohur kurrë, largoheni nga unë ju që të gjithë keni bërë paullsi." Njerëzit e këtij brezi kurvar dhe të pabes janë mes dy zgjidhjeve imediate, për jetë a vdekje. E para është më emergjente, është të pendohen për mëkatet e tyre dhe të pranojnë Krishtin si shpëtimtarin e tyre që t'u falen mëkatet me anë të misterit pagëzimit në kishën apostolike ortodokse, ashtu si apostull Petro i thiri turmës në ditën e Pentikostis në Jeruzalem. Pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Isu Krishtit dhe do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë. Kurse të krishterët mëkatar duhet pendohen dhe t'u falen mëkatet me anë të misterit pendim rrëfinimit, me lutjet e kishës apostolike sipas urdhrit që Zoti u tha apostujve: "Kujt do t'i fali mëkatet, do t'i jetë falur. Kujt do t'i mbani, do t'i jetë mbajtur." Vetëm atëherë Krishti, princi i paqes, si thot profeti Isaia, do të jetë avokati i tyre tek Perëndia, ashtu si na thot dhe ungjillori Joan: "Djemtë e mi, ju shkruaj këto gjëra që të mos mëkatoni, dhe në qoftë se ndonkush mëkatoi, kemi një avokat tek Ati, Isu Krishtin, të drejtin. Ai është shlyesi i mëkateve tona, por jo vetëm për mëkatet tona, por dhe ato të gjithë botës." Dhe dyta, në qoftë se paganët, gnostikët, ateistët, eretikët, antikrishterët, mëkatar, refuzojnë Zotin Isu Krishtin, shpëtimtarin dhe avokatin e tyre, ata përpara drejtësisë Perëndis do të mbeten në mëkatet e tyre dhe do të paguajnë me gjakun e tyre dhe të fëmijëve të tyre, me luftra të përgjakshme, duke shkatruar jetën e tyre dhe të fëmijëve të tyre, jo vetëm me vdekje trupore, por dhe me atë të përjetshme, shpirtërore në ferr, ashtu si Krishti përsëri na tha: "Prandaj ju thash se ju do të vdisni në mëkatet e tuaj, në mos besoni se unë jam." Pra Zoti, ju do të vdisni në mëkatet tuaj. Kështu pra, të dashur të krishterë, jemi në një situatë të vështirë, jo të paranjojtur. Është paralajmëruar nga Zoti nëpërmjet profetëve, nëpërmjet shenjtorëve dhe të kohës së fundit, dhe fryma na ka sqaruar që të jemi gati për këtë çfarë ndodh në botë. Luftrat nuk i sjell Zoti. Ai që thotë që luftra vijnë nga Zoti është një gënjeshtar. Luftrat i sjell, tham, lakmia, mëkati. Dhe mëkatin e sjell djalli. Djalli është autori i luftrave, i cili kërkon që ferri që është poshtë në tokë ta nxjerrë edhe mbi tokë. Por djalli ka aleat, jo vetëm demonët, por ka aleat edhe njerëzit, të cilët fatkeqësisht mendojnë se djalli është zoti i vdekjes, është zoti i ferrit.
Dhe ata i shërbejnë djallit dhe bëjnë punë të djallit duke haruar se vetë djalli dhe demonët do të shkojnë në ferr. Dhe ata do shkojnë bashkë me djallin. Kështu që sot bota drejtohet nga njerëz që i shërbejnë djallit, i falen djallit, satanist. Dhe këto nuk janë konspiracion sot. Sot janë të dëshmuara. Por edhe njerëzimi sot nuk ka fuqi t'i kundërshtojë këta, sepse të gjithë bëjnë të njëjtin mëkat. Kush me dashje, kush pa dashje. Bota ose ky brez vuan nga apostazia, nga mohimi i Perëndis. Perëndin sot njerëzit e kanë çuar në cep. Mos e kanë mohuar fare. Dhe nga denaturaliteti. Dhe ashtu si në kohën e Sodomës ndodhi që ra zjarr edhe squfur por shkatruar atë brez homoseksual, Krishti e profetizoi që fundi ose afër fundit do ecin kohën e Lotit. Dhe sot nuk është nevoja që Zoti në zemërimin e tij të shenjtë të dërgojë zjarr edhe squfur. Zjarrin dhe squfrit njerëzit ky brez ja ka bërë vetes së tij. Pra janë ato raketat, ato bombat, madje dhe bërthamore që pretendojnë të hidhen në këtë luftë të tretë botërore. Kështu që vetë njerëzimi, vetë ky brez po dënon veten e vet. Por Perëndia nuk e ka braktisur njerëzimin. Perëndia nuk gëzohet në hakmarrje. Perëndia do shpëtim. Por a e duam ne shpëtimin në Krishtin, që Perëndia na i ka dhënë si shpëtimtarin ton, avokatin ton? Pra, e përfundojmë me ato që tham. Jemi të gjithë, si individ, si shoqëri, si glob, mes dy alternativa. O do shkojmë te Krishti me besim, me pendim, me pagëzim dhe rrëfim, dhe ai do t'i pagoj mëkatet tona me gjakun e tij dhe gjaku i tij nulizon të gjitha mëkatet, ose do t'i paguajnë njerëzit me jetën e tyre dhe të fëmijëve të tyre. Dhe kështu, kjo luftë pasaj do jetë një valvul shkarkimi për mëkatet e këtij brezi. Urojmë që të vim në pendim si që erdhën ninivitët, kur profeti Jona i lajmëroi se do të shkatërroheshin si qytet. Po ninivitët e pranuan profetin Jona, u penduan, kreshmuan, agjëruan, hoqën dorë nga keqja dhe Zoti i fali, sepse Zoti është i dhëmshëm. Jemi në kohë agjërimi dhe kreshmimi. Praktikat ne krishterëve ortodoks, që kjo është një periudhë pendese, e sinqert, e vërtet, jo vetëm për mëkatet tona, por dhe për mëkatet e botës. Prandaj ne krishterët sot, ortodoks, kemi një mision të jashtëzakonshëm. Jo vetëm të tërheqim mëshirën e Zotit për shpëtuar jetët tona, fëmijëve tan, po për shpëtuar botën. Dhe në qoftë se ne do dështojmë, atëherë kjo do jetë një keqje jo vetëm për veten tonë, por dhe për njerëzimin. Dhe faji më i madh do mbjerë mbi ne të krishterët. Zoti na ndihmoft që në këtë periudhë mos biem në depresion dhe dëshpërim, por në shpresë, pendim, rrëfim dhe të shpresojmë se Zoti do ta ndaloj ose do ta minimizoj këtë të keqe për hir të pendesës son. Amin. La